Në rrjet po përflitet për një lidhje të re, por Sara Hoxha habit me veprimin, nis pushimet me Ledrin dhe vajzën. Një lidhje re Sara Hoxhës është, thashë themi, ditëve të fundit në mediat roz, ndonse nuk ka bërë asnjë reagim publik. Sara duket po preferon të shijojë pushimet e saj në heshtje. Deri para pak ditësh ajo ka publikuar disa pamje me vajzën e saj në Bregdet. Ledri sot e ka bërë të njëjtin veprim në Insta Story. A ka nisur ish çifti pushimet së bashku për të qëndruar më afër vajzës? Kjo pritet për t'u parë. Fillimisht u aludua se influencieria ishte në një romancë me një djalë shumë të njohur në rrethet e Tiranës, por së fundmi, referuar postimeve të bëra në rrjet, është krijuar një ide se kush është djali misterioz që i vodhi zemrën Sarës. Teksa kaloi fundjavën Buzdetit, Sara Hoxha është parë shumë pranë me Erik Fullanin, djalin e ish guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. Ka qenë dyshja në fjalë ata që kanë lënë hapësirë për aludime të tilla pasi Fullani publikoi një foto nga bregu i detit dhe pak çaste pas tij nga i njëjti vend ka postuar edhe Sara. Përjedhoi në rrjet, është përfolur se dyshja në fjalë mund të jenë në lidhje, por ata mund të jenë edhe pjesë e një grupi shoqëror.